Planet RKS. Edhe linkun e keni në Instagram Planet RKS këtë poshtë. Edhe këtë e keni në Facebook? Mirë, challenge-i është kështë. Do i thonë mirëmëngjes të gjithë gjuhët e huaja. Mirëmëngjes, si për shembull, Suedi, Gjermani, Holand, Zvicër, etj me radhë. Ju përshëndes të gjithë shqiptarët në Evropë, Azi, Amerikë e të tjerë. Ra, si që dëgjua tonën dhe Lorisin, këta sot e kanë një challenge apo sfid, se kush po i thotë më mirë fjalën mirëmëngjes në gjuhë të ndryshme të botës. Pra shqiptarët jetojnë në Evropë, Amerikë, Azi, si që tha Lorisi, dhe ata përveç gjuhës shqipe që e kanë gjuhë anëtare, pasi punojnë, mësojnë në shtetet e tyre, ata duhet ta dinë edhe gjuhën ku jetojnë. Atëherë të shohim a pi thoni ju mirë, ata na bëjnë koment, ose na bëjnë like videon, na tregojnë a kena thonë mirë. Fillojnë nga Evropa, nga Skandinavia lart Loris, është Finlanda, po? Edhe zgjidhim gjuhën finlandeze, këtu e kena shkru mirëmëngjes, ju dëgjojeni. Unë e lëshoj 2 herë, fillon tona. Hyvää huomenta. E dëgjojmë edhe një herë. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Lëres? Jo, që nëse nuk Me lëshu dhe herë, ha? Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mirë. Dhe zgjedhim tash gjuhën tjetër, që është shteti më nga Finlandës, Suedia. Vazhdojmë me suedisht. Suedisht, e dëgjone. Edhe në 2 herë. God morgon. Edhe një herë. God morgon. Good morgon. Good morgon. Bra. Pas Suedis, zgjedhim shtetin tjetër, Danimarka. God morgen. God morgen. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mas Danimarkës, Norvegjia. E zgjedhim Norvegjin. Edhe God morgen. e dëgjojmë edhe norvegjisht. God morgen. Edhe një herë. God morgen. Good morning. Good morning. Pas Norvegjis vim ma poshtë tonë të Gjermania. Po. E dëgjojmë Guten Morgen. edhe një herë. Guten Morgen. Good morning. Good morning. Apo do me dëgju edhe herë. Okay? Guten Morgen. Good morning. Good morning. Pas Gjermanisë, zgjedhëm shtetin më afër Gjermanisë, do Polonia. E këshyrim se qysh thojnë në polonisht mirëmëngjes. E dëgjojmë 2 herë. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Unë nuk di polonisht, a dini ju? Jo. Na tregojnë koment dikush nëse din, a e keni thonë mirë. Nuk e di, a thot mirë edhe Google Translate veç. Kush është në shqiptar që është në Poloni, kallëzën atë qysh a e kena thënë mirë. Po, edhe a kena thonë mirë, a keni thonë mirë jo, edhe a ka thonë mirë Google Translate. Nëse jo, mos shkruni. Shkojmë në shtetin tjetër që është Holanda. Atje do të me zgjedh Dutch gjuha, holandisht. Goedemorgen. 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 Hajde dhe njerëse. Goedemorgen.
Hudemor, ha? Pra, i baba i zgjidh pikët. Pas Hollandës vjen Kjo. një gjuhë, shkojmë me gjuhën në Francë, Po, Francë. frëngjisht. S'di sa. Bonjour. Edhe një herë. Bonjour. Bonjour. Monju. Si ja keni qillu kërkon, dëgjojeni mirë. Bonjour. 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 Okej, shkojmë edhe me shtete tjera, do thot Spanja, spanjollisht, zgjedhëm gjuhën spanjollisht, Spanish. Dëgjojeni, Buenos días. edhe një herë. Buenos días. Menos dias. Hajde dhe njerë. Dytë edhe një herë. Buenos días. Buenos dias. Tuona për më përzin. Që për të gatë. Shkojnë në Itali. Ku më... Buongiorno. Dëgjojnë edhe herë. Buongiorno. 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 Tani zgjedhëm një gjuhë tjetër, do të thotë pas spanjollishtës vjen portugalisht. Po, portugalisht. Kemi mbetur. Portugeze. Dëgjone, Bom dia. edhe një herë. Bom dia. Tuana. Bom dia. Hajde dhe njerë se... A, ty gjithë edhe një herë, ha? Bom dia. Bom dia. Shkojmë me gjuhën çeke. Dobre rano. Edhe një herë. Dobre rano. Tuana. Dobre rano. Dobre rano. Pas çekisë zgjedhim gjuhën tjetër hungarisht. E provojmë hungarisht. Jó reggelt kívánok. E shumë e gëmë. Edhe një herë. Jó reggelt kívánok. Ju vregeta gribano. Pa koptaj. E dëgjojmë edhe një herë. Jó reggelt kívánok. Ju vreget hibragon. Ju reket i jirakën. Nuk e kuptoj pra. Hajde dhe Jo regelt kivanok. Nëse ka në do një shqiptar nga Hungaria që përna shikon, na tregon se a kena thonë mirë apo jo. Pas Hungarisë vjen poshtë Romania. Romania. S'na ka njoft as Romania. Okej, romanisht. Dëgjone. Bună dimineața. Edhe një herë. Bună dimineața. Buna dimineta. Buna dimineta. Pra. Hajde rego. E zgjedhim shtetin tjetër që është Bullgaria. Dobro utro. Edhe një herë. Dobro utro. Dobro rutro. Dobro utro. Mirë, pas Bullgarisë, Greqishtja. Καλημέρα. Edhe një herë. Καλημέρα. Tuana. Kalimera. Kalimera. Çfarë shteti po keni qef tjetër me zgjedh? E të Evropës si krytëm kryesorët këtu? Të në këto bre. Japonia. Japonisht. Po Japonisë. S'kena thonë. おはようございます。 Edhe një herë dëgjojmë. おはようございます。 Ohio o vendes mas. Dëgjoj Loris edhe një herë. おはようございます。 Ohio o gozaimasu. Japonisht. Gjuhën kineze, ha? Po gjuhën kineze, taj Ukrainë. Ukrainisht.
早上好， Edhe një herë. 早上好， Zashako. Zashako. Hajde, këto, Ukrainë. Ukrainë. Po keni qef në gjuhën Ukrajine. O, po e kena, okej, e kena arru një gjuhë kështu taman, turqisht. Oh my gosh. A shkojna me Ukrajinën tani turqisht. Dëgjoni. Po thot speech output isn't available for Ukrainian. Shkojmë turqisht, turkish. günaydın, Dhe njerë. günaydın, Günaydın. United. Do një gjuhë tjetër? Pra, kjo ishte sfida. Faleminderit shumë për shikimin që e keni parë sot. Pra, do bëjmë shumë challenge tjetër. Do e bëjmë një challenge të Squid Game. Pra, e dini ju me atë kiksin që duhet me hek. Pra, e kena rrethin, çadrën dhe trekëndërshin. Pra, do e zgjedhim, unë edhe Luisi se cilën do e marrim. Do e bëjmë me sheqer, e dini ose që dini. Edhe faleminderit shumë që shikuat, bëni like dhe subscribe. Këtë e bëni subscribe. Linku në Instagram edhe në Facebook. Dua të gjitha faleminderit për shikimin.